Si mund të korrigjojmë karmën tonë financiare nëse në tregëndshin tonë të karmës mungon ose ka vetëm një gjashtë? Gjashta lidhet me bekimet që ne krijojmë me duart tona. Sikurse 4 dhe 5, ajo lidhet me energjinë financiare. Mungesa e tipareve të gjashtës lidhet me mosdëshirën ose mosprirjen drejt punëve me duar. Personi mund të mos t'i pëlqej ose t'i bëj pa dëshirë apo me përtesë punët e shtëpisë, punët e krahut, gatimet e të tjera. Nga ana tjetër, mund të pëlqej gatimet e shijshme dhe shtëpinë e pastër. Mund të mos pëlqej të riparoj, mirëmbaj apo pastroj shtëpinë. Mund të mos pëlqej të merret me kopshtin apo me punë të tjera dore. Preferon që këto punë t'i bëjnë të tjerët. Po me cilat cilësi lidhen punët e dorës? Tiparet e gjashtës lidhen me rregullin, sistemin dhe vetë disiplinën. Në mungesë të tyre, këto tipare nevojitet të stërviten apo të kultivohen në vetvete. Për zhvillimin e tipareve të gjashtës, personi duhet të merret me cilat do punëdore. Për shembull, të qëndisi, të pikturoj, të bëj punë shtëpie, të ujës lulet, të kujdeset për kafshët shtëpiake, të gatuaj, të riparoj sende në shtëpi, e të tjerë. Duke zhvilluar këto tipare, zhvillohet edhe aftësia për të krijuar vetë fatin tënd dhe energjinë tënde financiare.